Për sa i përket panajireve dhe realizimit të tyre nëpër qytete të ndryshme të Shqipërisë, unë mendoj që është diçka e munguar. Besoj që është e domosdoshme për të realizuar dhe duhet realizuar sa më parë, duhet ngrihen mekanizma në bashkëpunim pra me pushtetin lokal për realizimin e promovimeve dhe panajireve nëpër qytete të ndryshme të Shqipërisë. Kjo për disa arsye do shërbente si promovim i autorëve, ndoshta edhe i autorëve të cilët vinë nga rrethet, por si një mundësi dhe një kontribut në veçanti për qytetarët duke ja serviruar pra librin dhe duke krijuar një urë lidhëse më të ngushtë dhe më të afërt me leximin. Ë në aspektin tjetër do ishte një mundësi shumë e mirë, për autorët ku mund të shitnin pra produktin e tyre edhe pra të krijonim edhe një mekanizëm i cili do ishte në favor të ekonomisë. Gjithashtu që është më e rëndësishmja në këndvështrimin tim personal, është një kontribut i domosdoshëm dhe një organizim i munguar që duhet të jetë bashkëveprues me shkollat duke duke krijuar pra ambiente të tilla atraktive për nxënësit, duke i lidhur nxënësit sa më shumë me librin dhe besoj që sot ka nevojë më shumë se kurrë dhe duke krijuar tek ato idenë dhe përshtypjen se sa i rëndësishëm është libri në jetën e tyre, sa i rëndësishëm është leximi dhe sigurisht duke pasuruar botën e tyre. A kemi ne mungesë të butimeve profesionale si ky juaj që flet për koreografinë? Në në fushën e koreografisë ka një mungesë të madhe, për të mos thënë që nuk ka botime studimor që kryesisht flasin për metodologjitë krijuese të artit koreografik apo të flasin për shkencën e koreografisë, të flasin për folklorin në mënyrë shkencore, pra të ketë realizime të ekspeditave shkencore, pa mohuar faktin që para viteve 90 kanë ekzistuar veçanërisht tek folklori, por cilat kanë humbur sot dhe besoj që është e domosdoshme rishikimi, rivlerësimi, analizimi i tyre, ngritja e këndvështrimeve të ndryshme mbi veprat e ndryshme, studimi i stilistikave të ndryshme të krijimtarisë, të artistëve të ndryshëm, sepse deri me tani kryesisht librat që janë bërë edhe për personalitetet të artit koreografik janë më tepër biografi artistike dhe një rrëfim historik i veprës së çdo individi të caktuar, por mungon studimi i mirëfillt i stilistikës, i metodologjisë së secilit prej tyre. Gjithashtu mungon studimi i një dhe realizimi i një studimi të mirëfillt të metodologjisë që duhet të kemi sot në Universitetin e Arteve, ndoshta për degën e koreografisë, një literaturë e munguar dhe bosh për studentët cilët ndjekin pra këtë fushë, mungojnë qoftë edhe vepra të përkthyera, të përshtatura nga shkollat koreografike botërore, qoftë edhe vepra të realizuara nga autorë shqiptar, koreograf apo kritika arti. Edhe pa diskutim mungon studimi i mirëfillt i kritikës edhe këndvështrimet estetike mbi koreografinë dhe pa diskutim është e domosdoshme që të hidhet dritë në këtë drejtim dhe të lëvizet sa më shpejt për të realizuar pra edhe për të plotësuar boshllëqet që kjo fushë ka